ky është charti i Bitcoinit dhe unë kam tregtuar short se tash jam kaluar me këtu te kjo zona ku kam hy pak më ulët me një fitim shumë të vogël, kam dal në ditën e tarifave sepse më ka hangur atë stop lossin, por me pak profit. Pastaj kam rihy, po te zona pak më ulët, 85.2 për short. Dhe tani vazhdojmë që ta majmë. E bi që kam pasur një tregtim deri këtu të parë, një tjetër short që kemi edhe këto e keni me transparencë totale të ajo jemi te kjo zona këtu tani që jemi 1.5% plus, ishim deri 4%. Unë aktualisht kam siguru 0.5% profit. Sa akoma pres ndoshta që të ketë një kthim trendi dhe po shikoni që kam vënë një rreth këtu, në zonë që mund të ketë një kthim trendi, kripto një rritje momentale, ndoshta deri te 95.000 që do jetë një mirë reversion. Sepse tregu tani është bërë shumë i shitur. Stocks shumë shitur, asetet tjera të shumë shitur, por një nga asetet që ka qenë i qëndrueshëm këtë periudhë, që po tregon fuqi relative është Bitcoin dhe kripto, që nuk është shitur më thellë, gjatë kohës që është shitur S&P 500 dhe Nasdaq më thellë. Kjo është arsye pse unë kam vënë këtë rrethin këtu dhe mund t'i shikoni analizat e Telegrami, këtë rrethin e kam vënë po para 2 javësh. Me idenë që do mande këtë rezistencën, vizën rezistencë këtu, shko për lart rezistencë, ulu me dojë që të shkon dhe pak më poshtë, nuk ka shku akoma. Supportet 81-shi, teston prap vizën e trendit, rezistencë, shitet, support, tani do shikojmë si do rezistoj këtu te 85.2, zonë që unë kam hyrë për short, paka shumë zonë që unë do dal që mos u mbas asgjë të kjo lëvizje për short, dhe pastaj shikojmë ndonjë mundësi për ta tregtuar për long, për të përfitu diku te 10% mendoj unë, deri te 15%. Nuk mendoj që shkon te 120, por është për tu parë. Ne do tregtojmë me animin e tregut kur të vi. Çka po të them për Bitcoinin, fakti që nuk është në shumë fonde pensionesh ose në kapitalet e institucioneve të mëdha, e bën më të mbrojtur nga këto shitjet e tregut, sepse ato duan të ruajnë profitin e tyre, edhe që nuk ka Bitcoin, nuk ka çfarë. Po. Për pak më të mbrojtur, po madje është ose di se nuk jam shumë ekspert i Bitcoin, po besoj se do ketë një leg edhe një rengë të Bitcoinit gjithashtu, që nuk ka fuqi blerëse në treg, siç e kemi thënë. Po, unë prandaj kam hyrë short me idenë që po që vin ajo ulja më thellë, një atë leg që thotë një vonesë mbas S&P-s, të paktën jam i pozicionuar short edhe hym, fitojmë diçka deri te zona 75-76. Po që ka gjetur support të 81-shi që po jep shenja këtu që ka gjetur, dalim me para tona me pak profit vogël, 0.5%, 0.2%, dhe pastaj tregtojmë long, marrim rrezikun në anën long. Edhe një gjë që më ka pëlqyer është që kemi një head and shoulders, që është një formim kthim trendi. Edhe gjëra më interesante e kësaj është që shikoj se ku korrespondon viza me pik qafa e head and shoulders korrespondon perfekte me te vizën e trendit në rënje. Këtu që është kjo viza me pik. Është perfekte formimi për një rritje afat, le të themi afat mesën. Vetëm po që mangte 81-shin dhe rritjen mbi 85 dhe 87. Kjo do ishte shenja që unë po shikoj tani për të tregtuar këtë. Dhe është një në arsye pse kam thënë online që bëni gati sepse mund të kemi ca rritje tani. Kjo ka qenë formimi që më ka pëlqyer, është për tu parë, thash jam short i herë, po që nuk ecën shorti, ndal dhe pastaj shkon për lart. Ndonjëherë unë hap pozicione vetëm në të dy krahat. Njëkohësisht. Si tip hedge që kur të marr animin,
do rritet pozicioni që ka marrë rëndimin serioz. Por në këtë rast do konvertoj direkt pozicionin në anën e kundërt. Ethereum, ti Kleo kishin diçka për të shtuar te Bitcoini? Jo, dhe unë pëlqen ky akumulimi që ka bërë te ky çmimi dhe ka mbajtur supportin 81, 82, kjo zona këtu. Edhe mendoj që një mean reversion, domethënë një kthim te zona mesatare mund të ishte perfekt. Ndoshta deri te çmimi 90.000, ti e the 95, por ta shikojmë. Po mendoj këtë sepse shikohet kjo zona akumulimit këtu. Ka qenë një zonë supporti përpara, ritestohet kjo, bëhet rezistencë dhe mund vi prap për poshtë ose mund bëhet një akumulim dhe pastaj më shkon për lart. Por është moment perfekt këtu po që zhvillohet kjo thyrja e qafës të head and shoulders pattern, kokë dhe dy shpalla. Dhe perfekt 88. Po të 88, 87 sa dhe ishte më i mirë, po. Është për të parë zona se si do na heci. Po kjo është analiza që kam unë për këtë javë. Por Ethereum jemi pak në një pozicion ndryshe që nuk po tregon aq fuqi relative, po ka mbajtur double bottom këtu. 1 dhe 2. Double bottom, edhe kjo është një shenjë konsolidimi që i bin ke pasur këtë vizën e trendit. Tani mund të kemi diçka tjetër, një formim tjetër që mund të rritet pak, rritet pak, pastaj bën rritjen. Po që rritet Bitcoini, mendoj që Ethereum mund të bëjë një rritje te një çmim mesatar. Ku është? Ethereum duket më mirë se Bitcoini për të traktuar në këtë momente. Për long po thotë? Po. Duket sikur më stabile. Pavarësisht se është më fort Bitcoini, duket sikur ka gjetur më shumë support. Po më pëlqen më shumë head and shoulders. Sepse ajo koka kur bëhet likuidimi më i thellë i berzë dhe fut sa berzë dhe fut edhe të tjetë, bëhet më i bukur formimi ose më themi më i mirë nga anën sepse ka futur më shumë tregtar short te ajo koka. Kurse kjo nuk ka futur akoma, por dhe kjo më duket më mirë, madje që do të hiqe. Mendoj që paktën te 2000 shkon prap. Kjo ishte se sa të shkrimi, ose është ishte dek shumë të sa shkrimi e tani? 750. Shështë për 2000 do është arritshme. Është pastaj sa 20%, 10%. Nuk e dia është bullish divergence kjo te një ditori Ethereum. Po është. Po shikoj me sy. Po. Ndoshta mund të jetë bullish divergence edhe mund ta kthej tek mean reversion deri te 2000, 2200 ndoshta çmimin. Po, dhe tani sa vizatova Fibonacci, nuk e përdor shpesh Fibonacci, ndonjëherë përdor, sa për të konfirmuar që kjo zona mund të jetë interesante. 2300, 2100 dhe jetë një zonë 0.236 Fibonacci rikthim, që është një zonë që do ketë rezistencë këtu dhe do rikthehet çmimi te kjo zona. Kjo është për të parë. Po kjo është tregtimi që mendoni që mund vi këtë javë me rritjen ose me blerjen e S&P 500 dhe tregu në përgjithësi mbas kësaj rënje të thellë. Se s'do i vetëm për poshtë tregu, do të gjejë një farë supporti, bëj një rritje, pastaj mund të shkojë prapë poshtë. Po, për ta që blejnë bottom, që blejnë dipin, mund të jetë mundësi e mirë për të blerë Ethereum. Mendimi im, unë nuk blej dipin asnjëherë. Por mund të jetë interesante, duke parë këto shenja. Kjo këtu, vendë një rënje të 1500. Vazhdo, Kleo? Mund ta marrin riskun këta që blejnë dipin për të rrezikuar për blerë në këtë zonë. Po.
Kjo është zona më e mirë, jo këtu. Se disa kam blek të dipin këtu të 3.000, që janë ndjekur ka dhe 25%. Dipin aty, dipin poshtë. Dipin tjetër këtu, dipin tjetër këtu, kam blet 3-4 herë me intenjë që pa akumulohet. Këta i blit dipin, me qata blet dipin e ta se më ngrit nga leje. Fos 10.000. Kam blet dipin e dipit, edhe dipin e dipit. Edhe e kisha këtyre të që blejt dipet pas njëri tjetrit është që kur arrin në profit, përsi se sa trade janë në plus dhe ca në minut, fejsin edhe këta dhe tregtarës dhe më thënë, janë ata që ulin tregëve më shumë. Për shumë, kur shkojmë në zonën 2300, ata që kam për cost average të 2300 shesin dhe më thënë, edhe institucionet edhe këto edhe bëhet shumë problematike pastaj. Po, që bëhet ky formimi i trendit që... Po, që bëhet formimi i trendit ashtu. Se gjitha një presin 2300 që të shesin ose të pak të marrin pak lejë. Profit edhe bëhet problematike. Për dhe janë falsot që i kemi diskutuar shumë herë dhe më thënë, si që të 3.000 ishit edhe ka vajtur të 1.700 atë që i thonë 50% më poshtë. Po Ethereum, se di, mu më pëlqen edhe Ethereum pëlqen formimi, po pak si herët për mu. Unë aktualisht, që ta dini, jam short. Nga 1990 jam short e kjo zona këtu. Kam vërë një stop loss këtu të 1930 për siguruar 2%. Mund të vej një stop loss pak më ullët që të siguruar diku të 3-4%. Po janë thjesht sa përqen në treg dhe ndoshta me ide që po shkoj të 1500 të siguruar ndonjë përfit të 10% o 15% në këtë valë në rënje. Paraja që të fitohet tu dhe jetë për long, për rimarja e strukturave dhe rritjen që ne po flasim tani, dhe atë po studiojmë me kujdes. Unë kam tregtu TRX, se ndonjëherë unë bëj blerje kështu fillestare, të testoj tregun, a do ketë ndonjë lëvizje. TRX i ka bërë një konsolidim për kohë të gjatë, dhe mu më ka pëlqy kjo thyrja këtu, ndoshta pak herët, vrulli nuk është akoma aty, më duk si ku do hynte vrulli, ka qenë thjesht si tip falso, por më ka pëlqy risk rewardi këtu, që kam 1.4, edhe thash po rrezikoj një shumë përqindje të vogël të kapitalit tim si tip test buy. Bëj këto test buy që të filloj që të akumuloj ose të ndërtoj një portfolio për long. Ideja këtu ka qenë njëjta gjë me Bitcoinin, që duke treguar fuqi relative në një rënje të tregut të përgjithshëm, kripto që ka qenë i qëndrueshëm dhe me jo rënje të thella, kur S&P 500 bin 5% dhe shikon Bitcoinin që ka shritur 0.5%, është fuqi relative, kjo është ajo ideja. Dhe duke parë këtë, thash ndoshta disa kripto, TRX dhe ca të tjera mund të jenë për lartë dhe janë pozicionuar pak fare të kjo për long, por njëkohësisht po maj shortin e Ethereum dhe shortin e Bitcoinit. Nuk është që unë trektova long të TRX dhe i shita gjitha dhe tani jam vetëm long. Jo, trektoj të dy krahët derisa të marr janim tregu serioz dhe jam 90% long. Tani jam diku të 70% short ideja dhe me kapital vogël të TRX si tip testimi. Kjo është analiza e kriptos për mendim për këtë javë. Unë s'kam ndonjë gjë tjetër për të thënë këtu. Kleo, ke ndonjë gjë tjetër për shtu këtu? Po, nuk është se kam një gjë për të shtuar, thjesht dua që mendimi im që të vi kjo rritja e Bitcoin deri në një zonë mean reversion ose Ethereum, duke parë dhe në bearish divergence. Inshallah po i jep një shtys tyre altcoins për grupin e Telegramit, me që janë shumë përfshirë në për këto. Normalisht, si është shqiptar që ka investuar në për kripto, por prap nuk do arrin ato çmimet që kam pasur, kam thënë edhe herë tjera, mund të jetë një lëvizje 30-10-20%, në për alt mund të shkoj 30-40%, po. Kjo. Po, edhe këtu unë ku shikoj TRX-i, nuk po them që do shkoj all time highs, që ka shku
në 45 cent dhe po shkoj aty unë marr diku te 87%. Unë po jam realist dhe them do shkoj këtu. Dhe shkoj te 30 cent dhe do marr 39%. Gjithmonë do të jesh realist. Se po dha tregu pak më shumë je okay. Po paktën kur bën llogari du t'i bësh me një llogari worst case scenario. Skenari më i keq që mund të ndodhi në këtë lloj formimi ose në këtë tregtim që ti po bën, dhe skenari mesatar le themi. Që më i keqi është që do të hahet stop loss, do dihesh. Ajo që ti shikon si mesatar është që paktën do shkojë te 30% plus. 1.4, por rrezikon $1 për fituar $4. Okej, po le me kaq për kripton. Besoj që Irdi do blej Ethereum me atë që dëgjova sot. Direkt pas vitit të ri. All in te Ethereum për Irdin, era parë që do blej një kripto. Do të një herë tjetër, por të shkojt $500 Ethereum, atëherë do të Ku shkojt $1 ti ta blesh, të thosh, tani u bëj lirë. Tani është i vlerësuar aty ku do të jetë i vlerësuar. Tani u bëj lirë, ku të jetë $500. Veshë përdoret pak shumë si Visa, nëse kam kuptuar. Si tip kartë, si tip kanali dhe më thënë, për transferuar kripto, kështu. Po. Do të ka një vlerë. Po. Okej, e bëm të analizë. Edhe diçka tjetër, fakti që është më vlerësuar se Nvidia, ka diçka që u shkon domethënë. Exact, është pak. Okej.